bashkëqeverisje me pushtetin lokal. Por, njëherë, kozën e parë, sa më treguam që ka shkuar kryetari për të bërë presion, po. Po, kanë ofru koalicion dhe mund për bashkëqeverisje, se njëherë PDK-ja ka qenë këtë gjën dilemë me hy apo jo, mas daljes që ka ndodhë në zgjedhjet e kaluara, po menoj pushtetin e kaluar. Por, tash problemi që të gjithë njerëzit e PDK-s e pranojnë që mbështetje do të ketë. Ka gjatë të javës, kam edhe informacione të aferta që i kanë dhënë mbështetje për parim Rome dhe do t'i japin në të diellën. Kush? PDK-ja. Nivelin qendror ke fjalë. Jo, nivelin lokal. Nivelin lokal e tregova unë që nuk do të ketë. Po s'ka publike. Po do të ketë, domethënë, ne mbështetje të heshtur. S'ka ndodhur në heshtje është diçka tjetër, ato nuk e dim ne. Unë po flas paktën për publikë. Nëse s'ka publike edhe heshtje edhe mazi nuk ka. Okej, ku jemi tash? Besoj që e kemi përfunduar me Prishtinën, do t'i kthemi pas pak, por e kam hapur sondazhin, ju lutem hyni dhe votoni. Kë duhet të votoj elektorati i PDK-s në Prishtinë është pyetja. Për Parim Ramën apo Ajrolla Çekun kanë vërshuar votat deri më tash dhe 69% thonë që Ajrolla Çekun. Deri më tash mund ndryshoj ky rezultat. Hyni, votoni. Shkelje regulative ligjore, e qitë rezultate, hera pa përfundu rezultate këtë në fund. Unë po e them për ta nxitur. Mundet me pa ditë vatan Pecin në gjykatë. Pse? Po sikur Brexit punë. S'ka shkelje ligjore veç ai po të provokon, më thani. Unë po provokoj më shumë votë. Nuk ka as vatan Pecin nuk e pa ditë. Hyni votoni. Kështu që ne nuk po themi që po, ky do të jetë rezultat se pastaj na rrokave rregulloria e KPM-s. Ne nuk mund të bëjmë sondazhe gjatë fushatës. Unë po pyes, kë duhet ta votoj elektorati i PDK-s në Prishtinë? Do të thonë, ky sondazh veç pyetje është apo? Nuk ka të bëjë me sondazh, ka të bëjë me matje të. Pyetja është elektorati i PDK-s ka me votu apo këtë elektorati i Prishtinës? Elektorati i PDK-s. Elektorati i PDK-s. Pyetja është shumë më Ska linë edhe kjo edhe për ne.